Konstatoj se kuvendi zgjodhi deputetin Nenad Rashić. Jemi mbetur me një kandidat të vetëm, i cili kandidat nuk u propozua nga përfaqësuesit e komunitetit serb, pra refuzuan ta propozojnë. Mbos të neni 67 paragrafit 4 të kushtetutës, aty thot se kjo pozit i takon komunitetit serb dhe rrjedhimisht secili deputet është i barabartë para ligjit dhe i takon e drejta për të propozuar. Meqense është refuzuar propozimi i tij, unë jam i detyruar të kaloj në paragrafin 7 të neni 12 të rregullorës për tërheqjes së shortit. Mirë po, meqense kemi vetëm një kandidat të vetëm, tërheqja e shortit është e panevojshme dhe rrjedhimisht vazhdojmë me votimin e kandidatit të Rodhës, që është deputeti Nenad Rashić, i cili përfaqëson komunitetin serb në Kuvendin e Republikës së Kosovës. Prandaj, ftoj deputetët me ngritje dore të deklarohen për deputetin në fjalë, i cili propozohet me short si kandidat për nënkryetor të Kuvendit. Kush është për? Ju lutem për administratën nëse mundi veç edhe pak, apo? Kush është kundër? Kush abstenon? Të nderuar kolegë deputet, ju njoftoj se me 71 vota për, 9 vota kundër dhe 24 abstenime, konstatoj se kuvendi zgjodhi deputetin Nenad Rashić nënkryetor të Kuvendit të Republikës Kosovës nga rollat e deputetëve të komunitetit serb. Të nderuar deputet, një njoftim ju lutem, nëse keni veç një minut ju lutem. Për njoftim formimi i grupeve parlamentare, bazuar në neni 24 të rregullorës së Kuvendit, njoftimi për formimin e grupit parlamentar duhet të dërgohet kryetorit të Kuvendit jo më vonë se 7 ditë nga dita e seancës konstitutive, pra nga sot. Njoftimi për formimin e grupit parlamentar duhet të përmbajë nënshkrimin e deputetëve të cilët e përbëjnë grupin parlamentar, emrin e grupit, emrin e kryetorit dhe të nënkryetorit të grupit. Andaj kërkohet nga subjektet politike të veprojnë në pajtim me nenin 24 të rregullorës së Kuvendit. Të nderuar kolegë, me zgjedhjen e nënkryetorit të 5 nga komuniteti serb, konstatoj se Kuvendi është i konstituar dhe me këtë i mbylli punimet e seancës konstitutive të legjislaturës së 9 të Kuvendit të Republikës së Kosovës.